Kryetari i Kuvendit Niko Peleshi priti në një takim komisioneren për zgjerim të Bashkimit Evropian Marta Kos mbi ecurinë e integrimit evropian dhe prioritetet e këtij procesi pas çeljes së të gjithë kapitujve të negociatave. Gjatë takimit, komisionerja Kos vlerësoi rezultatet e arritura nga Shqipëria, duke theksuar se vendi ka bërë progres mbreslënës. Është e lehtë të mbështesësh Shqipërinë për shkak të performancës së lartë. Zgjerimi e bën Europën më të fortë. Shqipëria në vitet e fundit ka bërë një punë të shkëlqyer. Vlerësojmë shumë mbështetjen popullore dhe konsensusin politik e parlamentar për integrimin në BE, u shpreh ajo. Kryetari i Kuvendit Peleshi nënvizoi angazhimin e palëkundër të Shqipërisë për integrimin evropian, duke e cilësuar atë si prioritet madhor dhe objektiv strategjik kombëtar. Integrimi evropian ka rënë në historinë dhe identitetin ton, në moton e rilindasve për Shqipërinë, dielli lind nga Perëndon. Kuvendi do të vazhdojë të garantojë legitimitetin demokratik, transparencën dhe karakterin gjithëpërfshirës të procesit. Si kryetari i Kuvendit do të mbështes aksesin dhe kontributin e opozitës dhe qytetarëve në integrim, u shpreh Peleshi. Në takim morën pjesë edhe nënkryetari i Kuvendit Agron Gjekmarkaj dhe kryetari i Komisionit për Europën dhe Punët e Jashtme Igli Hasani. Takimi u përmbyll me angazhimin e përbashkët për të çuar përpara ritmin e negociatave dhe forcimin e bashkëpunimit me institucionet evropiane.